Presidenti i shoqatës së avokatëve të Barit Mariano Fiore prezantoi idenë se masa e sigurisë dhe sekuestrimet janë më të suksesshme se rritja e viteve të dënimit, gjatë konferencës ku morën pjesë avokat penalist nga Shqipëria, Kosova dhe Italia. Deklaroi se këto masa janë konsideruar më efikase se sa thjesht rritja e dënimit. Masa e sekuestros së pronave dhe pasurive, edhe ato të ardhurave në mënyrë legale janë një zgjidhje, edhe pse në burg një mafios droge me anë të parave të tij mund të vazhdojë veprimtarinë e tij. I ftuar në konferencë kryetari i gjykatës së krimeve të rënda Sandër Simoni gjykoi se legjislacioni penal në vend është në një fazë konsultimesh. Problemet nuk janë tek ligji, por tek mënyra e zbatimit të ligjit, megjithatë duke parë nga mënyra si formson ligjet sot apo duke parë procesin legjislativ, pikështrimi im është procesi ligjbërës apo mënyra e kualiteti i ligjeve ka rëndësi në mënyrën se si i realizon. Sigurisht jemi me fanatik në mbrojtjen e linjës së këtij sistemi procedural penal, kësaj drejte penale për të mos u ndryshuar. Ndërkaq kryetari i Odës së avokatëve të Prishtinës Osman Avolli kërkoi rritjen e bashkëpunimit mes vendeve. Është më se e nevojshme që Ministria Përkatëse e Drejtësisë së Republikës Shqipërisë dhe e Kosovës sa më parë të nënshkruajë një marrëveshje për të njohjen e përfaqësimit të avokatëve të këtyre dy vende në mënyrë të ndërsjellë, pse jo edhe me vende tjera mike të Italisë. Forcimi i bashkëpunimit mes avokatëve penalistë të Shqipërisë, Kosovës dhe Italisë ishte qendra e diskutimit të konferencës ndërkombëtare.